papën e tina. Nga është për qomje, me një plumë me i vra 2 vetë. Kjo është. Kjo ka ndodhë atje në Vojvodin. 2 shqiptarë janë shku për 2 vllazë serb kanë punu. 2 shqiptarë. Po njëni ka përrujt baktit ati sebit, tjetëri ka rujt baktit ati sebit. Shka ka bon? Ku i kanë hi lëp të këti sebit, i kanë hi ku ju shku mi tut. A e ka thonë, shqiptarë, bim e ka vrapë se mile lëp të ty. E ka denu. Ky pse ma vrapë rëftojnë teme, e ka vrapë dhe kë. 2 shqiptarë e në vrapë, për lëp se ju kanë hi nga. Kjo konë me i plumë mi vrapë 2 vetë. Për me përqa luftën, për me përqa vllazëllokën me bon këtu, e kanë përdur sep to. Po, është dhe vërdet. Shumë e vërdet. Ta është djeshta me ona një. Një mesazh, jap vëllezërve të mi këtu në Kosovë. Po, pa problem. Të nderuar vëllezër, burra, gra dhe motra dhe nënat shqiptare të Kosovës. Po deshët, ruani unitetin me njëri tjetrin dhe mos e shisni njëri tjetrin, se nuk kam më gjë më të poshtë se tradhtia. Kam dhe një mesazh tjetër. Në Prizren kemi një familje të Arjan Bekçelit, i cili ka një vajzë të smur, vajzë e cila erdi në vitin 2000 në Athinë, e solje jema, dhe ne kemi bërë detyrën si shqiptar, unë dhe bashkëshortja ime dhe fëmijët e mi, që këtë nënën e vajzës, ta trajtojmë si vajzën tonë, sa kohë që në spitalin Pedhon të Athinës, dhe në përmjet ekranit tuaj, dua t'i dërgoj një mesazh, një përshëndetje, dhe mundësisht ta gjeni dhe t'ja çoni këtë përshëndetje, Arjanit, dhe ja harrova emrin nusës tia. Po s'ka rëndësi. Pak rëndësi ka. T'ja çoni këtë mesazh me që jam në Kosovë. Pa problem, po. Sepse dua të di dhe si ishtë bërë vajza, se me sa kam dëgjuar, ka bërë dhe shkollë, e tjera, kemi humur lidhjet që kur erdhëm në Tiranë. Dhe mundohet, si e pa të emrin ai, Arjan? Arjan Bekçeli. Arjan Bekçeli, nëse na sheh dhe na ndjek. Nëse na sheh dhe na ndjek. Kena me gjithë Facebook edhe me ja dërgu emisionin. Po, nëse na sheh dhe na ndjek, i uroj gjithë të mirat. Edhe ne po ashtu. Vajzës suksese dhe të shkuara dhe t'i uroj djali, se ka dhe djali mos gaboj. Edhe e do nëse e dona e ka nusja e tje, i bëj shumë të fala. E dona, je vajza jonë, ti nuk ndryshon, kë nuk e ndryshon asë gjë dhe temi largë, ti je vajza jonë, se u njohëm në kushtet të vështira bashkë. A këthejmë në tim? Po të keni ka lablak, kështu që edhe njëhën e këshba po si ti. Mas ja folë dikush do Bereshet, do Misër, tha po në të lutë na konë më marujtë zoti, masit një mova. Tha, ja dha, adin, tha, o, zotërumi, këta, tha, mas mromi dhe pulja e qërona, tha, të keni ka lablak, ja këthej, tha, mere, mësëm një mohesh. Unë deshta me dhoni mesazh tjetër. Jo, nuk e kuptova këtë. Deshta me dhoni mesazh tjetër, kështu. Deshta me dhoni mesazh çdo shqiptar, që e në vetën shqiptar, që i ka më dalë në protestë, që kanë thirrë për drejtësi. Që sot pa drejt jonë, thirrin për drejtësi e jonë pa drejt. Nëse nuk përmenet emni 40 burgosën në Maqedoni, 40 burgosën jonë përjetshëm, nëse nuk përmenen, e komni e ka përmenen edhe komandantelin kë. Si djallë ma të fort në ona nuk e ka bon, ma luftetare, ma të vërtet. Dhe unë e di që buan e sosjetia dhe fmit e ti komandantelit. Me të shqit në mensenet fort mirë për të kujtuat, prej të asë të zonë. Po thëmë, nëse mohat për drejtësi, në midis Prishtinë edhe i lypin 500.000 vetë me i pas, e nuk folit për drejtësi në Maqedoni, që mojnë pjesë protesta, e nuk e përmenin 40 djemët më të mirë të kombit, që në shku me këj një shërbim, nuk e në kontë i vjellë, po e në shku me këj një shërbim, e si përmen këkush, kjo tërpi qoftë atyne të organizatau, shëqatau, e ata njerë si dalin nëse së përmenin 40 burgosën